Ka momente kur bën gjithçka siç duhet dhe prap nuk sheh asgjë, as ndryshim, as përparim, as shenjë, vetëm heshtje. Këtu dorëzohen shumica, jo sepse janë të dobët, por sepse menduan se rezultatet vijnë shpejt, por jeta nuk funksionon me nxitim. Ajo funksionon me proces. Durimi nuk është të presësh pa bërë asgjë. Durimi është të vazhdosh, edhe kur nuk shpërblehesh menjëherë, edhe kur askush nuk të sheh, edhe kur nuk ndihesh i motivuar. Shumë gjëra arriten në heshtje, ashtu si rrënjët. Nëse do të shihje çdo ditë ndryshimin, do të ishte i vogël, pothuajse i padukshëm. Por mungesa e dukjes nuk do të thotë mungesë pune. Problemi nuk është se nuk ka rezultat. Problemi është se ne jemi mësuar me gjithçka të shpejt. Klik, rezultat, shpërblim. Por zhvillimi vërtet nuk lajmëron veten. Ka ditë kur e vetmja fitore është që nuk u ndale, që u ngrite, që vazhdove, që nuk e braktiste veten, dhe kjo mjafton. Durimi nuk është pasiv, është besim i qetë se ajo që po ndërton ka nevojë për kohë. Jo për presion, jo për krahasim. Nëse sot nuk sheh rezultat, nuk do të thotë se i gabim. Do të thotë se je në mes të rrugës. Dhe rruga nuk shpjegon gjithmonë pse ja vlen deri në fund. Vazhdo. Jo sepse është e lehtë, por sepse po rritesh edhe kur nuk e sheh.